Është zhvilluar këtë të martë takimi i 9 tematik në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës, promovimi i lirisë së shprehjes në Shqipëri përmes dialogut të hapur, në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit të Universitetit të Tiranës. Synimi i takimit ishte krijimi i një hapësire dialogu mbi përshëndrimin e medias dhe ndikimin e tij në pluralizëm, rëndësinë e garantimit të pavarësisë editoriale, si dhe nevojën për një qasje më të rregulluar e transparente ndaj reklamimit. Vlerësoj shumë praninë që mediat, pjesa më e madhe e mediave kanë ardhur këtu me ekspert, me përfaqësuesit e tyre që kanë edhe njohin gjithë kompleksitetin e gjërës, të çështje që është kaq delikate, por edhe kaq e përmendur dhe diskutuar dhe qoftë në opinion, qoftë në raportet e faktor BE-s, qoftë në raportet e organizatave ndërkombëtare, përpiqemi ta trajtojmë me maturi. Në qendër të diskutimit ishte paraqitja e rekomandimeve konkrete për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator mbi pronësinë dhe reklamimin në media, bazuar në standardet europiane dhe praktikat më të mira. Duhet pranuar që janë këto investimet që kanë mundësuar në këto 30 vjet një pluralizëm të mediave në Shqipëri. Pra këtë nuk duhet ta harrojmë, sepse ka një tendencë të vazhdueshme për t'i sulmuar në mënyrë të ashpër, pikërisht ata që kanë guxuar të investojnë në tregun e mediave. Tregu i mediave është shqiptar, është një treg i vogël, vështirësisht rentabël nga pikpamja ekonomike. E ftuar ishte edhe Deirdre Kevin, konsulente për tregjet dhe rregullimin e medias në Komsol, eksperte e Këshillit të Europës. Promovimi i lirisë së shprehjes në Shqipëri përmes dialogut të hapur është një ndërhyrje që synon të nxjisë dialog gjithëpërfshirës midis qeverisë, medias dhe aktorëve të shoqërisë civile në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë për adherimin në Bashkimin Evropian për një mjedis të përmirësuar të medias në linjë me standardet europiane.